Mirëmbrëma Vushtri. Mirëmbrëma Kosovë. Mirëmbrëma mërgjimtar që po na ndiqni në këtë tubim madhështor. Mërgjimtar që po na ndiqni nga Mërgata dhe mërgjimtar që tashmë keni arritur e na keni tubuar e jeni bashkuar në këtë tubim madhështor. Përshëndetje e mirë se vini në Vushtri, kryeministër i tashëm e jarshëm, Zotri Albin Kurti. I nderuar kryeministër, mirë se vjen në qytetin e Hasan Prishtinës që ta dhuron pritjen madhështore çdo herë. Të nderuar ministra, kabinet qeveritar, të nderuar deputet aktual, kandidat për deputet, kandidat të Vushtrisë për deputet, zonja Fjolla Ikani, zotri Abdullah Kinoko, gjithë kandidatë të listës fituese, të dashur e shumë të respektuar qytetarë të Vushtrisë, mirë se po takohemi në tubimin e fitores së madhe në Vushtri. Vushtria është qyteti i lashtësisë dhe historisë, kulturës dhe trashëgimisë, mikpritjes e bujarisë, rezistencës e vendosmërisë, ku gjurma dhe vulja shqiptarisë dhe vicionës antike daton nga mijëra vjet, dëshmi se ne nuk kemi lëshuar pe për këtë rrugë të bekuar. Vushtria e tillë ishte dje, e tillë do t'jetë nesër, e tillë do t'jetë me 28 dhjetor, sepse ky qytet nuk çon pe, e ka dëshmuar edhe me 2 bijtë e saj, Enver Zymberin, Afrim Bunjakun, që nuk kanë shuar pe për sovranitetin e Kosovës. Lavdi herojve Enver Zymberi e Afrim Bunjaku. Vushtria nuk është vetëm qyteti që i shkon slogani i sigurisë, Vushtria është qyteti që i shkon edhe slogani i begatisë. Vushtria është qyteti simbol i bujqësisë e prodhimtarisë, prandaj sloganet tona mishrohen e bashkohen edhe me vetëvendosjen, edhe me germen e Vushtrisë, edhe me germen e vetëvendosjes. Andaj për më shumë siguri e për më shumë begati, por jo vetëm në Vushtri, por gjithandej Kosovës, opcioni i vetëm është lëvizja vetëvendosje, numri është 116, lideri i dëshmuar që nuk lëshon pe është Albin Kurti, të cilin pa humbur kohë e ftojmë në skenë. Ju faleminderit shumë nga zemra.
Zoti ju bekoft juve, Zoti e bekoft Vushtrinë, Zoti e bekoft Kosovën. Të dashur qytetarë të Vushtrisë, Vushtria dhe vetëvendosja nuk e kanë përbashkët vetëm shkronjën e parë V, sepse Vushtria gjithmonë ka vetëvendosur kur ka qenë në pyetje çështja kombëtare dhe zhvillimi i shtetit, por edhe vetëvendosja si emri i lëvizjes sonë është ngritet qysh në fillet e saj para 20 vjetëve me aksione e aktivista të devotshëm pikërisht këtu në Vushtri. E pra, vetëvendosja dhe Vushtria dhe vetëvendosja kësaj radhe i kemi 2 slogane në fushatën zgjedhore drejt 28 dhjetorit. Slogani ynë pra është i dyfisht sepse jemi lëvizje, sepse jemi në lëvizje. Lëvizja si organizat politike dhe si popull i paepur. Si organizat, zotimi ynë qeverisës është siguri dhe begati. E si lëvizje prej populli, slogani ynë është mos në shope. Edhe më shumë siguri, edhe më shumë begati, mos në shoni pe. Të nderuar pranishëm, në mandatin ton, ma shumë se 2 vite gjatë qeverisjes, kemi pasur kriza të një pas njëshme e aq shumë situatat jashtëzakonshme. Dhe as vetëm 2 vite nuk i kishim në kushte normale. E me gjithë këtë, rezultatet janë të jashtëzakonshme. Tani imagjinoni se çfarë mund bëjmë me 4 vite pa kriza, me stabilitet, me planifikim dhe fokus të plot në zhvillim. E kemi të i kaluar suksesshëm pandemi, e kemi të i kaluar suksesshëm krizën energjetike, e kemi të i kaluar suksesshëm edhe krizën e inflacionit, e kemi të i kaluar suksesshëm edhe sulmet e agresionet terroriste të Serbisë, dhe kjo ka qenë shumica e mandatit. E me një mandat ku nuk i kemi këto kriza, a mund ta merrni me mend se çfarë krizme bën qeverisja jone more dhe mirë, me siguri edhe me bemarti për Vushtrinë dhe Kosovën tonë. Me gjitha ato vështirësi, ja kemi dalë me sukses. E kur nuk do t'i kemi ato, suksesi do t'jetë shumë fish më i madh. Prandaj me datën 28 dhjetor, pas nesër, një javë, dilni i madh i vogël, gra e burra, dje me vajza, pleqe plaka, prej moshës 18 vjeç, ai që i bën me 28 dhjetor, e deri me maj moshuari që e keni këtu, 98 i 116 vjeç, votojeni vetëvendosjen e cila është në koalicion me Partin Guxo, Partin Alternativa dhe Partin Shqiptare Demokristjane. Të dashur qytetarë,
Të dashur qytetar, për herë të parë në mandatin e ardhshëm bruto produkti vendor, ekonomia e Kosovës për kokë banori te I kalon 10.000 euro. A e dini pse është e mundshme kjo? Kjo është e mundshme për shkak të trendit ekzistus. Ekonominë e kena marrë 7 miliard në vitin 2021, si vjet është 11 miliard, vitin e ardhshëm është 12 miliard. Për çdo vit ekonomisë po jashtojmë ka 1 miliard me qeverisjen e mbaret mirë, me sektorin privat që punëson e rritet dhe me sektorin publik që shërben me përgjegjësi. Me neve do të vazhdoj rritja. Pagën minimale e kena gjetë 130 euro e 170 euro. Varësisht a je më pak se 35 vjeç a më shumë. E kemi bërë të njëjtë për gjithë, e rritëm 264 euro, e bëm 350 euro sa është tash, me 1 janar paga minimale bëhet 425 euro, e me 1 korrekt vitit ardhshëm bëhet 500 euro. Pra 3 fishim I pagës minimale për vetëm një mandat, a ma shumë se 10 vjet ka qenë e pandryshuar nga qeverit e mahershme. Tjetra, edhe pagat në sektorin publik kanë shënuar rritje të gjithë mbarshme prej 47% në mandatin tonë. 47% janë rrit tashmë pagat në sektorin publik. Pa a dini çfarë ka ndodhur? Janë rrit pagat, është zvoglu pabarazia. Është zvoglu pabarazia, raporti I pagës më të ulët me pagën më të lartë para neve ka qenë 1:20. 1:20 ka qenë raporti I pagës më të ulët me pagën më të lartë. Tash që po flasim, është 1:4. Vetëm 1:4 është raporti I pagës më të ulët me pagën më të lartë. Andaj me rritjen e këtill në sektorin publik, paga mesatare në mandatin e ardhshëm kalon 1.000 euro në muaj. Por ne nuk e ndihmojmë vetëm sektorin publik, po dhe atë privat që e bardh barrën kryesore të punësimit dhe të kontributit tatimor për buxhetin e Republikës. Me superpunën, gjithë trejat e trit, prej moshës 18 vjeç dhe në moshën 29 vjeç, që janë punësuar në sektorin privat, e kanë marrë për 6 muaj pagën minimale. Dhe në këtë mënyrë kemi arritur që ta dyfishojmë numrin e trive prej 16 vjeç dhe 24 vjeç, ka qenë më pak se 29.000, është më shumë se 60.000 që janë të punësuar në shtetin tonë. Tjetra, qeveria jonë, kur ka ardhur në detyrë para më shumë se 4 vjetëve e gjysmë, në atë kohë I kena pas 350.000 të punësuar në Kosovë. Sot janë 435.000 të punësuar. 85.000 të punësuar më shumë, apo 24% është rrit punësimi, e papunësia ka ra nga afër 26% në më pak se 11%. Kjo është pra të dashur qytetarë të Vushtrisë, qeverisja jonë që e rrit ekonominë dhe e shton punësimin e posaçërisht për rinin edhe për gratë. Përveç pagës minimale, I kemi rritur edhe pensionet, I kemi gjetë 90 euro pensionet bazike për moshën mbi 65 vjeç, I kemi bërë 100 euro, 5 herë pensionistët e kanë marrë pensionin e 13 nga 100 euro, e kemi rritë në 120 euro dhe tash është 150 euro. Rritja e pensioneve do të vazhdoj me rritjen ekonomike. Por për pensionistët do të bëjmë edhe një program veçantë. Gjyshet edhe gjyshrit
të cilët kujdesen për fëmijët e fëmijëve tyre, për nipat e për mbesat, prej moshës 13 deri në 36 muaj, pra prej 1 vit deri në 3 vjeç, do të marrin edhe 100 euro shtesë mbi pensionin bazik kur punojnë të dy prindrit. Qëllimi ynë është që sa më shumë gra, sa më shumë nëna të punojnë. E për këtë do ta kemi edhe programin Super Puna për gratë. Vitin e ardhshëm, paga minimale është 500 euro. Krejt biznismenët, krejt punëdhënësit, firmat private që marrin punë gra, do t'ja japim 6 muaj nga 500 euro, pra 3.000 euro gjithsej, në mënyrë që gratë të bëhen ekonomikisht aktive dhe të hyjnë në tregun e punës me paga të dinjitetshme. Aq shumë është rrit punësimi në këto 4 vjet, sa dashur qytetar për herë të parë në Kosovë i kemi 2.000 të punësuar nga Azia e largët, Bangladeshi, Filipinet edhe Pakistani. Merreni me mend, kanë fabrika inxhinier nga Turqia e nga Kina, saldues nga Bangladeshi, sepse nuk ka mjaftueshëm fuqi punëtore për rritjen e bizneseve tona, qarkullimi i të cilave është ngritur prej 12.5 miliard në vitin e parë para pandemik 2019 në 25 miliard si vjet. Dyfishim i rritjes së qarkullimit të bizneseve në vendin tonë. Për të vazhduar me këtë rritje, 1 miliard euro do t'i ndajmë për prodhuesit, me garanci sovrane që do të shërbejnë si hipotek për të garantuar investimet private në fabrika prodhuese. Kjo është mënyra se si e vëmë në funksion resurset tona natyrore dhe fuqinë tonë punëtore. Ne dim që shumë qytetarë të Vushtrisë në dekadët e ndryshme kanë punuar edhe në Trepç. Do ta themelojmë një partneritet strategjik në nivel të shtetit për hulumtimet e investimet në sektorin minerar, ku Trepça do të jetë në qendër. Ndërkohë që do të përcaktohemi për një bashk investitor, korporat ndërkombëtare e mirënjohur globalisht, e fuqishme në sektorin mineral, nga një shtet mik e aleat i yni, që bashk të investojmë në Trepç dhe të arrisim edhe nxjerrjen e mineraleve, edhe përpunimin e metaleve, edhe produktivitetin e kësaj krenarie të vendit tonë. Syla kryetari i vetëvendosjes në Vushtri Syla përmendi 2 dëshmorë të kombit, herojt Kosovës, Afrim Bunjakun dhe Enver Zyberin, të cilët ranë heroikisht në veri të Kosovës për sundim të ligjit, për paqe e siguri, për rend publik, për kushtetutshmëri, për integritet territorial dhe sovranitet shtetëror, dhe ne jemi përjet mirënjohës e falendërues për këtë sakrificë sublime të tyre për atë dheun tonë të dashurit përbashkët. Sot në veriun e Kosovës
janë mbyll 29 prej 37 rrugëve ilegale që kanë ekzistuar atje, është mbyll posta kursimore e Serbisë, Banka Popullore e Serbisë, janë mbyll e shkatërru të gjitha laboratoret e drogës, e të kriptovalutave, dhe janë shkatëruar të gjitha grupet e mëdha kriminale atje. Kriminal të mëdhej nuk ka, mund të ketë kriminal të vegjël sa ata të mëdhej, ose kanë ikë në Serbi, ose janë vranë Banjsk, ose janë burë në Kosovë. Ky është rezultat i jashtëzakonshëm i shtetit tonë i Republikës Kosovës. Policisë Kosovës ja kemi rrit buxhetin e gjithë mbarshëm për 2/3 dhe në mandatin e ardhshëm do të mundsojmë për ata që duan edhe pensionimin e parakohshëm. Do ta zbresim prej 65 vjeç, fillimisht në 63, mandej të poshtë deri në 55, për ata që duan të pensionohen. Për ata që duan të vazhdojnë shërbejnë deri në 65 vjeç, natyrisht që janë gjithmonë më shumë se të mirëseardhur. Por nuk do ta kemi, vetëm nuk do ta kemi as ju mos më çoni pe. Por jo vetëm që do ta ofroj mundësim për pensionim parakohshëm policëve të Kosovës, po nikosisht edhe për gradim të përshpejtuar. Policët me raste kanë pritë 10 vjet për të ngritur 1 gradë. E tash do të organizojmë teste dhe mundësin që të gradohen më shpejt, të marrin 1 e 2 grada një herës. Të dashur qytetar, siguria të cilën ne e avokojmë kaq shumë, nuk është vetëm siguri publike e shtetërore. Siguria njëkohësisht është edhe energji. Siguria është edhe energji. Kjo është arsyeja pse ne do të shikojmë mundësitë që përveç burimeve të ripërtrishme që janë kapacitete gjeneruese për energjinë që e konsumojmë, të shqyrtojmë mundësitë për një termocentral nga gasifikimi i lignitit. Në këtë mënyrë të kemi edhe më shumë energji që gjenerohet për ekonominë tonë që po rritet. Por siguria nuk është vetëm energji. Siguria është edhe ujë. Prandaj neve na nevojitet të kemi sa më shumë ujë, të kemi sa më shumë ujësjellsa, furnizim me ujë të pishëm për ambisrinë, ujë për bujqësinë tonë dhe gjithashtu ujë për industrinë tonë. Kosova, nderuar pranishëm, është si një pjatë e kthyer përmbys, ku lumejt dalin dhe ikin me shpejtësi, derdhe në detin Adriatik, në detin e Zi, në detin e Gje. Neve na duhet ta grumbullojmë ujë në liçene akumuluese artificiale. Prandaj do t'i kemi 5 liçene të reja akumuluese në Kosovë që edhe gjenerojnë energji, edhe furnizojnë me ujë industrinë ambisnit edhe bujqësi. E këto 5 diga të reja janë Kuqica, Pollata, Dragaqina, Firaja dhe Desivojca. Këto janë pra 5 diga që do t'i ndërtojmë dhe 4 diga të tjera do të bëjmë studim të fizibilitetit në mënyrë që të kemi gjithnjë më shumë ujë për vendin tonë. Sepse, të nderuar pranishëm, 3/4 e burimeve të ujit të Republikës Kosovës janë në një komunë të vetme, në Zubin Potok, ku e kemi liçenin e Ujmonit. Merrni me mend Batlllovën, Badovcin, Radoniqin, një amledh bashk ujin bën vetëm sa 1/3 e Ujmonit. Liçenin e Ujmonit e kontrollon tash Republika e Kosovës.
mirë po neve në nevojitën edhe liçenet të tjera, por ma shumë ujë për vendin tonë. Por për të fituar me 28 dhjetor, të dashur qytetarë, na nevojitet që jo vetëm të votoni numrin 116, lëvizja vetëvendosje, por të përcaktoheni edhe për 10 kandidat të tjerë, të cilët do të bëhen deputet të ardhshëm në legjislaturën e 10. Pra, së pari tik numrit 116, lëvizja vetëvendosje dhe më pastaj edhe 10 kandidat të tjerë. Të gjithë kandidatët janë njerëz shumë të mirë. Lista 116 është listë e cila flet me dije. Listë e njerëzve të ndershëm me përvojë dhe për siguri e begati. 13 prej këtyre 110 janë doktor shkencave, 7 janë specialist mjekësor, 61 janë me master dhe profesionistë që janë formu për të shërbyer shtetit, e këtu pra dia e këtyre është mjet për qeverisjen tonë e jo dekor për fushat. Andaj përcaktojuni edhe për 10 kandidat. Përcaktojuni edhe për 10 kandidat atëherë kur do të votoni për numrin 116. Në këtë listë janë edhe njerëz të cilët e mbrojtën Kosovën me armë, si dhe ata që sot e mbrojnë me ligj, dije e me punë. 15 veterane dhe veteran të ushtrisë shkrimtare të Kosovës janë në mesin e 110 kandidatëve të listës 116. Në këtë listë bashkjetojnë brezat nga 24 deri në 78 vjeç, gra e burra bashk, sepse Kosova ka nevojë edhe për energjinë e të rinjve, edhe për urtësinë e atyre që janë në moshë të mesme apo të shtuar. Mosha mesatare është 44 vjeç në listë, ekonomist, mjek, jurist, inxhinier, aktivist e ushtarak, sepse shteti ndërtohet edhe me dija, por gjithashtu edhe me unitet të brezave. Në mandatin që na pret, të dashur qytetarë, do të investojmë 1 miliard euro në ushtrinë e Kosovës, në forcën e sigurisë Kosovës. Gjatë këtij mandati i kemi 2 fishu numrin e ushtarëve, 4 fishu trajnimet jashtë vendi, 3 fishu buxhetin për mbrojtje dhe më shumë se 100 fishu buxhetin për armatim edhe municion, sepse qeveri 2018-2020 kanë shpenzu më pak se 4 milion euro e ne më shumë se 430 milion euro. Me që rast kemi ble drona Bayraktar TB2 dhe drona Skydagger Kamikaz prej Turqis, drona Puma prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sistemin antitank Javelin prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të blejmë edhe helikoptera Skifterzi apo Black Hawk si shquhen, e gjithashtu do ta kemi fabrikën e municionit në Gjakov dhe fabrikën për prodhimin e dronave made in Kosovë. Si që dini, ne e kemi hequr tavanin për moshën 23 vjeç dhe tash është 25 vjeç. Pra dikur deri në 23 vjeç ke mundur të jesh ushtar në FSK. Mirë po tash është 25 vjeç. Andaj unë ju ftoj, djem e vajza 3, që jeni të interesuar.
dje me vajza 3 që janë të interesuar të kyshën në ushtrin tonë, me njëherë bëjeni këtë. Nuk është më kufiri 23 vjeç, është 25 vjeç. I kemi rreth 300 vajza e gra në ushtri, synimi ynë është që në mandatin e ardhshëm t'i kemi rreth 1000. Pra 1000 ushtarake në forcën e sigurisë Kosovës deri në fund të mandatit të ardhshëm. Përveç kësaj, do ta kemi edhe programin e rezervës vullnetare. Të gjithë ju që vullnetarisht dëshironi të bëheni rezervist, do ta keni armën tuaj, po jo të shtëpia, po në kazernë FSK-s. Në kazernë FSK-s do ta dini secili prej jush që doni të bëheni rezervist vullnetar, te kush dhe ku e keni armën tuaj në rast të rrezikut për shtetin tonë. Rezerva vullnetare është pjesë e rëndësishme e mbrojtjes tonë shtetërore. E të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor në këtë sallë që mban emrin e dëshmorit të kombit Jeton Trstena, më lejoni t'ju tregoj se çfarë kemi bërë edhe sa i përket vushtrisë në këtë mandatin tonë. Projekti rrugës R220 nga ura e Sitnicës deri te Llamkosi në vlerë prej afër 640.000 euro, i gjithë financimi bëhet nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit, Hapësinor dhe Infrastrukturës, është tashmë në vushtri që na bën të gjithëve krenar, po njëkohësisht edhe rrit qasjen për qarkullim e mundësi të reja për qytetarët këtu. Pastaj, kemi projekte në cilat ka investuar edhe komuna, për shembull projekti rrugës Akrashtis-Balins, vlerë totale prej 938.000 euro, ku qeveria ka investuar 82% të kësaj shume. Ose projektin e rrugës që lidh Dumnicën e Ulët me Dumnicën e Epërm, vlera totale është dikun rreth 1.3 milion euro, edhe njëherë qeveria e ka investuar pjesën më të madhe, apo 73% të kësaj shumi. Pastaj, projekti i rrugës Dëshmorët e Kombit, në vlerë totale prej afër 644.000 euro, sërish financimi në tërësi i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor edhe Infrastrukturës. Ose asfaltimi i rrugës Drenica në Vushtri, vlera totale afër 609.000 euro, përsëri komplet qeveria e Republikës së Kosovës. Ose financimi për asfaltimin e rrugëve Slakos-Natakoc edhe Pantin-Ashlan në tërësi financim i qeverisë Republikës Kosovës. Ose rindërtimi i segmentit rrugor Druar-Pestov, aneksi par, vlera totale e projektit 344.400 euro, prej tyre qeveria ka investuar 58%, pjesën tjetër komuna e Vushtrisë. Në përgjithësi në këto 4 vjetë, 700 km rrugë të asfaltuar e kemi shtruar anë mban Kosovës dhe 807 km janë në ndërtim e sipër, më shumë se 50% e këtyre afër përfundimit e 100 km janë në veriun e Kosovës. Po ashtu, në Vushtri, spitali i Vushtrisë është planifikuar që të shndrohet në qendër referente për ndërhyrje në kirurgjin minimalisht invazive. Për këtë qëllim, SHSKUK-ja ka planifikuar blerjen e aparaturave të nevojshme mjekësore. Gjithashtu në planifikim janë edhe ndërhyrjet infrastrukturore, të cilat do të realizohen bashkë nëpërmjet mbështetjes Emirateve të Bashkuara Arabe, investimi përfshin zgjerimin dhe adaptimin e hapësirave ekzistuese, vlera e investimit do të jetë 6.5 milion euro. Ndërkaq, sa i përket arsimit, po i theksoj 2, në njërën anë ndërtimi i sallave të sportit për shkollat e Vushtrisë dhe në anën tjetër inventarizimi i shkollave në qytet,
i shkollës Lutfi Musiqi dhe i asaj Migjeni në Stanoc, gjithsej mbi 500.000 euro. Pra ne duam vushtrin dhe dashurin ton e tregojmë edhe me bugjetimin për projekte të ndryshme infrastrukturore, shëndetësore dhe arsimore. Tash po i përmendit disa prej projekteve të reja të cilat do t'i bëjmë në Vushtri. Është ndërtimi i rreth rrotullimit të ri në magjistralen Prishtinë-Mitrovic pranë lagjes Cakaj. Ky projekt e lehtëson qasjen e lagjes në 3 fshatra të Dumnicës, duke rritur sigurinë dhe duke zgjidhur fluksin e lartë të trafikut. Pastaj do ta rregullojmë rrugën nga ish fabrika e llamarinës deri në Mitrovic. Ky është projekt që i lidh fshatrat e Ortakollit me Mitrovicën dhe lehtëson trafikun në rrugën kryesore Prishtinë-Mitrovic. Më tutje, do të bëjmë kompenzimin e dëmeve të bujqve për vitin 2023. Ky është një premtim që e kemi bërë dhe i prek shumë familje, shumë fermer. Kështu japim mbështetje në rimëkëmbjen e fermave dhe bujqësisë në përgjithësi pas dëmeve nga vërshimet. E do të vazhdojmë të mbështesim intensivisht zhvillimin e bujqësisë të në Vushtri, e ju e dini se për 1 hektar me drithra subvencionojmë 474 euro, ndërkaq për 1 hektar me perime, që është edhe më tipike në Vushtri, 600 euro për fermerët tonë. Në vijim dëshirojmë që të arrisim edhe rendimentin edhe produktivitetin. Do të bëjmë ndërtimin e ambulancave specialistike për spitalin e Vushtris, me këtë i forcojmë shërbimet mjekësore dhe ato do të jenë edhe më cilësore edhe më të shpejta. Do të rregullojmë impjantet për gjatë lumit Sitnica dhe stabilizimin e shtratit lumit. Ky është projekti një rikthimit të argjinaturave në Magjunaj, Pestov dhe Nadakovc. Të dëmtuara siç janë, ato shkaktojnë edhe dëme shtesë për bujqësi. Prandaj do të bëhet një ndërhyrje e fuqishme për t'i parandaluar përmbytjet dhe dëmet e tjera. E të dashur qytetarë, në 4 vjeçarin e ardhshëm, do të nisim me 5 vendime kryesore me të filluar qeveria jonë në vijim. I pari është miratimi i buxhetit rekord për 4 miliard euro në vitin 2026. Viti 2026 ka me pas buxhetin 4 miliard euro, që është për 2/3 më i madh se buxheti që e kemi gjetë në vitin 2021, a buxheti i këtij viti ishte për 50% më i madh, 3.6 miliard euro. Pra me ta marrë detyrën si kryeministër edhe një herë me fuqitë e plota, do ta bëjmë buxhetin 2026 4 miliard, si tashmë e kemi planifikuar. E dyta është miratimi i ligjit 3 për çmimet tavan për produktet bazë, që të frenohet abuzimi me rritjen e çmimeve. Shporta me gjësende ushqimore për familjet në Vushtri dhe anën Banë Kosovës do të jetë me çmime të përballueshme, sepse do të kenë tavan. Ky do të jetë i dyti vendim i rëndësishëm në mandatin e ri. E treta, sigurisht që më vonë do ta bëjmë reformimin e komplet sistemit pensional. Por tash, me qenë se pothuajse u përmbyll një proces gjyqësor për çështjen e listave të veteranëve të UÇK-s, vendimi i tretë që do ta marr do të jetë heqja e kufizimit punësimit për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që përfitojnë beneficion. Pra, atyre nuk do t'ju duhet të zgjedhin tash ose beneficioni ose punësimi, mund t'i kenë të dyja.
edhe punësimin edhe beneficionin. E katërta, paga e 13 në vitin 2026 për sektorin publik, për administratën shtetërore, jipet në fillim të vitit e jo në fund vitit, edhe pse numrit 13 vjen mas numrit 12, vitin arshëm vjen mas numrit 1-2. Pra 1-2-13. Kjo do të thotë që do ta kemi pagën e 13 në fillim të vitit shumë më herët. Dhe vendimi i 5 është miratimi i pakos për përballje me inflacion 2.0 në vlerë prej 200 milion euro për t'i mbështetur studentët, pensionistët, fëmijët që marrin shtesa, pastaj punëtorët e sektorit privat, si dhe subvencionimi i faturave të energjisë elektrike për ata që kursejnë energjinë elektrike, nga çfarë do të mund të përfitojnë mbi 200.000 familje në Kosovë. Pra, kush e dëshmon që në muajin dhjetor të vitit 2025 ka paguar ma pak sepse ka shpenzuar ma shumë se sa në vitin 2024 në muajin e njëjtë dhjetor, ne do ta shpërblejmë. Kush kursen shpërblehet, kush kursen shumë shpërblehet shumë. Kësaj ne i themi siguri dhe begati. Të dashur qytetarë të Vushtrrisë, qeverisjen tonë që ka ofruar siguri dhe begati të paparë më herët. Në këto gati 5 vite mund ta përmbledhim me 5 fjalë. Nona, fëmijë, veriu, bujqësia, ushtria. Pra këto janë 5 fjalë e këtij 5 viti. Andaj këto 5 fjalë prej shtesave për fëmijë që i kemi gjithë 0, i kemi bo 10 euro, i kemi bo 20 euro, i kemi bo 30 euro, i kemi bo 25 euro, do t'i bojmë 90 euro në mandatin arshëm për gjithë ata që kanë 3 fëmijë më shumë, te mbështetjet për lehona, që i kemi gjithë 0, i kemi bo 170, 350 jem për lehonat e papuna për 6 muaj, në vitin arshëm bojnë 500 euro, e deri te 1 miliard për prodhimtarin, 1 miliard për ushtrin, dhe as një vit me më pak se 1 miliard shpenzime kapitale, do të thotë ma shumë siguri, ma shumë begati, andaj mos lëshoni pe, dhe numri 116 është numri i fitores, me 28 dhjetor, kërkojmë mbështetjen e juaj për një triumf të madh për 4 vjeçarin arshëm. Ju faleminderit shumë për gjithë këtë përkrahje, për pjesëmarrjen e vëmendjen sonte dhe për ndihmën që na keni dhënë në kohët më të vështira si për qeverinë ashtu edhe për lëvizjen. Ju duam fort Vushtri, mos u ndalni e pas nesër një javë festojmë bashkë në Vushtri e anën banë Kosovës cep më cep. Natën e mirë e miropafshim.